Unë po mbjet shpesh tash me e përmen, po unë kom pas fatin që kemi lidhje familjare me familjen jashore. Aty desha të dalë. Dhe aty unë i kom marrë hapat e parë. Kanë qenë inspirimi jem, motivi jem. Dhe unë nina shumë inderuar dhe shumë krenar që i takoj fillimisht si familjar, po tani jo vetëm familjar, por edhe shok të idealit dhe qëllimit për lirinë e Kosovës. Dhe ndina shumë inderuar që kom pas udhëhec në këtë rast Adem Jasharin, e Hamz Jasharin, e grupin e Drenicës atëherë që kemi bërë, sepse mbi baza realisht që këja ka fillu mbi baza shoqënore, familjare dhe besimit fillimisht. Dhe besimin që është i pa diskutueshëm. Dhe që prej atëherë, domethënë kom filluar jetën e ushtarakut dhe kom pas qëllim dhe jem kon shumë i bindën që një ditë ka më ardhur edhe liria e vendit. Pavarësisht se ne kemi pas humbje, kemi pas procese të dëmshme, sidomos edhe zhgënjime në momente të caktuara, sidomos mas ramjes edhe vrasjes ose pas luftës në Prekaz, sidomos në familjen Jashari, ka qenë një farë doze e zhgënjimit se çka ka më ndodhur. Mirë po, falenderu shokëve tjerë, miqve tjerë, e bashkëluftarëve tjerë, prap kemi fillu. Kemi fillu edhe me një motiv shumë atë madh, e me një ideal shumë atë madh se sa dhe fillimet e para.